Një status, foto mos gaboj, që kisha uazuar një shprehje të i filmi shqiptar që ai fliste për lulet, po ti e ke konvertuar ke veprat. Ai thot vetëm në Paris ble lulet, kurse këtu janë dhe gomeret, kurse ti e ke bërë për... Vetëm në Paris blet arti me para, kurse këtu e hanë gomeret. Pse e ke bërë këtë? Po sepse, shiko, një vend si është Shqipëria, mos pretendojmë që arti do jenë... Se si është Shqipëria? Se tash unë ndalem shpesh në problematikat që ka Shqipëria si vend me gjithësuar. Shiko, ja ta them diçka. Epiqendra e Shqipërisë është Tirana. Zhvillimi më të madh e ka Tirana. Çfarë do presim ne në Burrel për artin e Mirfield? Çfarë do presim ne në Prenjas për artin? Me thënë, janë disa vende që çado që të bësh, arti ngelet në vend të tretë, në vend të katërt. Prandaj po them, çfarë do bësh, ku ta di unë, në një vend tjetër të Shqipërisë me art. Me thënë, prandaj unë jam të sigurt atë që vetëm në Paris blihet arti me para. Ktu mund të sjellësh Mona Lisën, ta sjellësh ta marrësh nga Louvre, ta sjellësh e shkelin me këmbë.